inspektimeve. Dhe ka pak inspektor, por ishte një listë që e pash në webfaqen tuaj, fatkeqësisht ishte e përditësuar në 2025, nëse nuk jam gabim, dhe nuk ishte inspektor përpos në Graçanic dhe Shtërps në komuna tjera me shumicë serbe. Ne strukturohemi në baza rajonale. Domethënë që është Prishtina 1, Prishtina 2, rajoni Prizrenit, Pezë, Gjakovës, Ferizojt, Gjilanit. Tash, gjitha qytetet që hynë të zëmë në kuadër të Prizrenit, për rreth Gjilanit, Ferizojt e tjerë, pa hynë në detaje, këto varësisht nga nevoja, për t'i mbulu ne imbulujmë. Të zëmë Podujeva hynë në Prishtina 2, ku atje mbulot me inspektor përmes udhëhecit të divizionit të Prishtina 2. Po kryni inspektime të zëmë edhe në Zubin Potok, edhe në provizë Veriut, edhe në gjitha komunat me shumicë serbe. Po, kjo është teritori pa diskutueshëm i Republikës e Kosovës, bile kjo që e diskutojnë këtë, sepse ne në muajin prill, ju e dini, në aksionin që ne kemi pas, në gjithë zonën ku ne kemi identifiku potencialisht problematike, përsa i përket ndërtimeve, kemi inspektu në veriu në vendit, dhe kjo është evidente dhe është më shumë se sakt. Dhe kjo nuk do të thëtë që më bën përshtypje mu ku dhe që ka nevoj, ne inspektojmë. Krejt në fund jemi zryashari, por qëfar duhet dita zëm një punëtor që me ndonë se janë duke ju shkenjë të drejtat e veta në raport me institucionit tuaj? Në fakt, ne për të mos hynë detaje, me cilësi jemi në kohë të limitume, i mosat e përzëshme, ku kryesisht shkilen nga punëdhënësit, dhe mosat e veçantë që shkilen nga punëdhënësit nëse i referohemi fushës së ndërtimtarisë. Përsa i përket njerive që duhet di një punëtor që është në marrëdhënie pune, duhet patjetër në kuadër të marrëdhënies e tij të punës, të di orarin e tij të punës, kontratën e tij varësisht se si e definon, pagën e tij, sepse kemi raste në kompani private, kur ankohen që si është dalë paga, në ndërkohë nuk është precizuar në kontratën e tij. Me një subjekt privat, përveç se nëse është një herë në muaj, duhet ta di që ta specifikoj të paktën pse jo, varësisht nga marrëdhënia me operatorin në fillimin e javës së parë. Por këto janë çështje që duhet i di vetë një individ, por ndryshe ne jemi të hapur në ankesat elektronike, por dhe linjën telefonike që ne kemi si inspektorat qendror.